Suksesi plot në ferma rrihet duke u përmbushur 3 faktorë bazik. Në rarat e parë, blegtori duhet të jetë i përkushtuar me punë, duke insistuar në pastërti për kafshë të shëndosha dhe prodhim të duhur, duke praktikuar dhe teknologji të reja. Për ilustrim të kësaj që u tha, kemi përgatitur kronikë e cila shpalos punët shembullore në një fermë blegtorale, ku impresionon angazhimi në pastërti, ushqim të balancuar dhe jetësim të teknologjive të reja në fermë. Këtu janë lopë qumshtore, janë prodhim, e kanë sasin e përgatit në të shymit, është me silazh, me koncentrat, me treber, me detelin edhe me orov. Edhe son thot, na mas shumë të ju qesim me son thot, jo me kasht. E janë përgatit në tash për punë qumshtit ma shumë. Në prodhim, këtu e kanë sasin ma të madhe për punë qumshtit. Kurse kjo pjesa kënenaj, këtu janë në famje, tu përgatit për me pjellë. Këtu e kanë prodhimin ma të vogël për punë pjelljes, si janë në famje, këtu e kanë ma të vogël sasin e koncentratit e treberit të tyne. Dhe sa të pjellin, përgatitja e këtij ushqymi bëhet me mikser. Mikserin e kom jashtë ati e tash e shini, me të e përgatisim, është me e letë puna, me e poqë, lopt kanë ma kalorin lukt, nuk i mundon se ja u blun, janë ma të fuqishme, janë ma të përgatitne. Hajde lop, sup. Sup. Hajde. Ushqimi i balancuar është ylla kryesore e një ferme të suksesshme. Një dietë e pasur me proteina, vitamina, minerale dhe burime të energjisë së misrit dhe silazhi ruan shëndetin e lopëve, forcon sistemin e tyre imunitar dhe shton prodhimin e qumshtit në sasi dhe cilësi. Përveç kësaj, hidratimi me ujë të pastër garanton funksionimin optimal të organizmit të kafshëve. Një dietë e mirë formuluar ndihmon lopët, por edhe ul kostot e trajtimeve veterinare, rrit rendimentin dhe përmirëson cilësinë e qumshtit, duke garantuar suksesin ekonomik të fermës. Këta është silazhi, si e bojmë ushqimin e lopëve, si ju qesim. Në firmat komerciale në Kosovë nuk paramendohet futja në sezonën e vjeshtër, respektivisht dimrit, pa ushqim të konservuar nga tras silazh. Por arsye se çdo firmë komerciale që posedon numër mbi 5 krerë, arsyetohet aspektin ekonomik, si në prodhimin e sasisë edhe të cilësisë së qumshit, po edhe të mishit, me theks veçantë të qumshit. Kështu që i rekomandoj gjithë fermerët që të bëjnë përpjekje që gjithmonë me përgatit silazh. Për arsye se është ushqimi i vetëm i gjelbërt në sezon të dimrit. Higjiena e mirë dhe dezinfektimi mbrojnë të fermen nga sëmundjet dhe rrisin cilësinë e qumshtit. Higjiena mbështetet në pastrim të rregullt, ventilim të mirë të ambientit ku rrin kafshët dhe përdorimin e produkteve cilësore për dezinfektim. Kështu ndikohet drejt në shëndetin e lopëve qumshtore, cilësinë e qumshtit dhe produktivitetin e përgjithshëm. Tash e bojmë dezinfektimin me gelqerët shtallës. Për punë dezinfektimit, këtu gjatë dite e kanë edhe bygin, vinë e flejnë, pushojnë i kanë shtatijet e veta, dezinfektimi është të mësdoshme për dezinfektim shtallës. Në aspektin e sigurisë të ushqimit,
Rëndësi shumë të madhe ka edhe mbajtja e pastërtisë. Sekondemi, rëndësi shumë e veçantë duhet të kushtohet hapësirat ku qëndrojnë kafshët me thekse të veçantë të thundrave, për arsye se shumë hulumtime dhe analiza që janë bërë është konstatuar se kafshët ku qëndrojnë duhet të jetë ambienti i thatë, me thekse të veçantë. Kontakti i parë i kafshëve padyshim se janë thundrat, prandaj vendi ku qëndrojnë kafshët është e këshillueshme që të jenë vend i thatë, për arsye se nëse këto hapësira ku qëndrojnë kafshët është vend i papastër, ka fjalën me feces dhe mbetet e tjera, atëherë rreziku permanent shtohet për shfaqjen e smundjes së thundrave, edhe përveç thundrave tani kjo reflekton në paraqitjen e smundjeve të nyjeve, paraqitjen e smundjeve të masiteve që i godet drejt për drejt në gjendrat qëmshtore, e kjo reflekton drejt për drejt në aftësitë prodhuese. Prandaj, në një ambient të pastër gjithmonë predispozitat për me fitu një prodhim cilësor gjithmonë janë shumë të mëdha. Në hulumtimet që janë bërë është konstatuar se diku rreth 10-15 në disa raste deri në 20% të sasisë së qumshit ulet si rezultat e mosmbajtjes së higjienës së thundrave në kuota normale. Prandaj i këshilloj gjithë fermerët që në vendet ku qëndrojnë kafshët maksimalisht të bëjnë përpjekje të mbajnë ambientin sa më të thatë dhe sa më të pastër. Edhe njerë po thëmë në vendin ku jemi, ka sasit mjaftueshme të ujit, furnizimi i ujit bëhet, furnizimi i kafshëve, respektivisht gjithë firmës bëhet përmes puseve që i kanë të siguruara fermerët. Sistemi i shtrirjes së furnizimit me ujë është tamam si duhet, domethënë funksionon si duhet dhe kafshët padyshim se nuk guxojnë me pas mungesë të ujit as më tepër në këto temperatura të larta, për arsye se përveç ushqimit faktor kryesor që shpihet drejt suksesit edhe një qëndrueshmëri të suksesit është uji, e sidomos uji i pastër në aspektin bakteriologjik dhe në aspektin mikrobiologjik. Kështu që e konsiderojmë që vendin si ky i plotson kushtet, i plotson kriteret, edhe për atë arsye suksesit në këtë firmë nuk mungojnë. Do të kemi një pronëtari sa më të mirë të qumshit, atëherë është këshillueshme që fillimisht të bëhet pastrimi i gjendrave qumshtore, fillimisht me ujë të ngrohtë, bëhet pastrimi i secilit fifak veç. Pastaj bëhet tharja, respektivisht terja e fifakëve, edhe pjesës bazike të qumshit. Pas tharjes, respektivisht terjes, ka raste kur përdoret palloma tip bërdorimshme, por ka raste kur përdoret edhe mas tekstili, që mas çdo pastrimi duhet të bëhet dezinfektimi i saj. Bëhet një masazhim i lehtë i gjendrave qumshtore. Pastaj pasi të bëhet masazhimi i lehtë të gjendrave qumshtore, currilat e parë është mirë se vendosen në një enë të posaçme, jo në drejt për drejt të shkojnë në pikën ngurmëluese të qumshtit, por ashtu nga ngarkesa mikrobike në këtë rast është jashtëzakonisht e madhe. Prandaj currilat e parë duhet të hudhen në një enë të posaçme, 3 eventualisht 4 currilat e parë, që tash më parë ngarkesa mikrobike është shumë e madhe në mënyrë që të bëhet pastrimi dhe i kanaleve të papillës, e masë që të bëhet pastrimi i kanaleve të papillës dhe të bëhet largimi i 3-4 currilave të parë, atëherë bëhet trajtimi i papillave me material dezinfektues, i cili ka për qëllim për mbrojtjen e shëndetit të gjendrës, mirë po edhe për krijimin e kushteve dhe krijimin e terrenit të përshtatshëm për fitimin e qumshit sa më higienik, respektivisht me ngarkim sa më të pastër. Fillojmë me trajtim. Kjo është një përbajtje e jodit, e cila e bën pastrimin dhe dezinfektimin dhe ruajtjen respektivisht mbrojtjen e shëndetit të gjendrës qumshtore, në këtë rast të papillës. Me higjienën e duhur në stalla dhe afër, ushqimin e balancuar për baktin dhe teknologji të reja, blegtorët rrisin mirëqenjen e kafshëve dhe sistemin ekonomik të fermës së tyre. Pa realizim të plot të këtyre faktorëve, suksesin e blegtorisë mbetet ëndër e pa realizuar. Pra, bashkëndimi i higjienës me ushqim të mjaftueshëm e të balancuar krahas praktikave të reja rritëse mbarojnë me sukses të plot në fermë.